Mentor! Shiko, mu duk analizë shumë e sakta ajo e zotit Sheu, e politikanit Sheu, sepse e morin në tërësi të gjithë elementet e deklaratës së zonjës Kos, kështu që ajo mu duk deklarata me sakte. Për hir të vërtetës, po duhesh bësh avokatën e djallit, zonja Kosi ishte e sakt me atë që tha dhe për një arsye tjetër. Shikoni rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Në qoftë se populli shqiptar vendos që të vlerësoj Partinë Socialiste, e cila është e kapur nga skandalet që në fundin e mandatit të saj të tretë, dhe vazhdon edhe sondazhet të jetë në kuota të larta, domethënë ky është një popull i cili vlerëson korrupsionin, pra po duhesh ta shikosh në mënyrë të pjesshme deklaratën e Kosit. Por nuk besoj që Kosi niset nga ndonjë interes personal, sepse e kam dëgjuar këtë hipotezë që ajo është njeriu Sorosit, është afër me Ramën e tjera. Unë mendoj që ajo që Kosi është me Sorosin. Po është një hipotezë e tillë që shikoj ajo është pjesë e rritit Sorosit, kjo është arsye pse e mora. Por ata që unë mendoj që gabimi që bëhet në mënyrë të pavetdijshme, nëse ta plotësoja zotin Shea është kjo, shiko, populli vazhdon voton Partinë Socialiste, megjithëse ka këtë përqyeshmëri të lartë për SPAK-un, edhe sepse ndoshta nuk ka mungesë, sepse ka mungesë alternativa, pra nuk e shef tek opozita, e shef, kjo është arsye pse është rritur partia e zotit Shea apo partitë e reja, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme partitë e reja do të marrin shumë se sa ç'kan marrë. Po ka diçka tjetër që doli jashtë analizës që u bëhet në studio, është që Kosi është për nga pozita e saj dikush që duhet të jetë avokati i zgjerimit. Bashkimi Evropian ka marrë detyrën që në fillim të 2027-s të legalizojë hyrjen e Ukrainës dhe Moldavisë. Mirë, po nuk mund ta bëj këtë pa futur edhe Shqipërinë dhe Malin e Zi në BE, sepse këto janë vendet Ballkanit të cilat konsiderohen të ekspozuara ndaj rrezikut rus dhe që janë duke pritur tek derë e Bashkimit Evropian për shumë vitesh, dhe kështu që hapja e dyreve do të bëhet njëkohësisht dhe për Ukrainën, edhe për Moldavin për arsye gjeopolitike, por edhe për dy vendet Ballkan. Kështu që Kosi është e vërtetë që është duke relativizuar problemet e këtyre shoqërive ballkanike, të Shqipërisë posaçërisht, me që u pyet për Shqipërinë. Por e bën këtë nga pozita e dikujt që mbron punën e vet. Ajo do që të fusi patjetër mercenare e kryeministit. Po jo, kjo shiko, Berisha e sulmon atë, sepse në gjithë këta komisionerët, për shkak se ajo profesion i vend i vogël, duket më atakueshme. Nuk guxon të atakojë dikë tjetër që është gjerman, që është francez etj. I duket më lehtë që të atakojë njëri tillë. E dyta edhe sepse ajo është vendosur në qendër vëmendjes pra e lidhur me shërbimet jugoslave, e akuzon sepse nuk mund të akuzoj për atë që ajo ka shpenzuar fjalë të mira për Shqipërinë, për cilësinë e negocimit në ato kapitujt e parë. Dhe kjo është arsye. Berisha nuk mund të akuzojë që pse Kosi ka thënë diçka të pavërtet. Pse Kosi është në favor të zgjerimit. Prit një sekondë se agroni tot atë që ke thënë në favor të këtij. Nuk i duhet. Është e vërtetë. Po jo, më se problemi nuk është e vërtetë, se unë nuk është e vërtetë. Thoj agron pse s'është e vërtetë ajo. Unë nuk thash se unë jam dakord me çfarë ka thënë Kos. Nuk thash të. Thash që e parë nga jashtë, ajo mund të keq kuptoj dhe të mendoj që këtu e duan korrupsionin. Unë thash që kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Unë nuk them si dhe ti që gjoja këtu në Shqipëri, qytetarë shqiptar mbështesin korrupsionin, se derisa votojnë Edi Ramën. Jo, kjo është analiza ime. Kjo është analiza ime, jo saj. Jo, dakord, kjo është e jotja, por nuk jam dakord as me analizën tënde, këtë po thosh. Dakord. Unë mendoj që shqiptarët janë të marrpeng dhe janë të dorëzuar, janë të pafuqishëm dhe kjo pafuqi mund të duket, mund të interpretohet si pranim. Por ne harrojmë që zgjedhjet në Shqipëri bëhen në kushtet ku ka një kontroll pothuajse absolut mbi mediat dhe praktikisht shqiptarët nuk e dinë të vërtetën, nuk e dinë shqiptarët për shembull, nuk e dinë sa media është diskutuar si çështje që një pjesë e mirë e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Edi Ramës ishin në hetim për korrupsion, ishin në akuzë për korrupsion. Po të ishin në një vend normal në Perëndim, kjo do ishte çështja kyçe, diskutimi kyç në fushat elektorale. Po kjo nuk do në Shqipëri, por me vetëm për ta plotësuar me diçka, nëse mund ta plotësoj diçka. Shko, Kosi është dikushi që me atë intervist zhbëri narrativën që kishte krijuar opozita sipas cilës gjermanët e kanë bllokuar, e kanë shtyrë në afat pacaktuar integrimin evropian të Shqipërisë.
Pra, në momentin kur ajo doli... Si nga dole të konkluzion, se s'ka lidhje deklarata? Jo, pikërisht. Për ata që se njohin teknologjinë e integrimit, duket sikur ajo tha fjalë të mira, pra çështja Balluku, refuzimi i parlamentit për të hequr imunitetin, nuk pas ka ndikuar negativisht. Kjo është arsye pse Se tha një gjë të tillë, ajo nuk tha një gjë të tillë. Edhe një herë, unë mendoj që Berisha e sulmoi sepse ne, ose opinioni publik që nuk e di teknologjinë e negocimit, nuk e di që Kosi ka bërë një propozim me 3 variante, nuk e di që Bashkimi Evropian vendet antare i ka refuzuar këto variante dhe kanë propozuar një set me 5 variante të tjera për zgjerimin. Dhe në këtë zhurmë, në këtë kakofoni, u duk sikur refuzimi nga anë e parlamentit u relativizua, u humbi rëndësinë. Kjo është arsye pse u sulmua Kosi. Tani, morën shkat nga deklarata e Kosit, po dhe nga reagimi fort i opozitës, dhe kthehemi dhe një problematike që ne kemi patur gjithmonë në fokus në emisionin tonë. Unë kam ngritur pyetjen që nuk është retorike, po është drejt për drejtë, a mund të ketë sukses pak në shoqërinë tonë? Jemi të ndarë në këtë idenë që hallkat kanë filluar të korruptohen, ose ka hallka totalisht korruptuara. Për mua ka hallka totalisht korruptuara, nuk shkon dot në spital më. Akoma avion të mos shkosh. Edhe pse 20 veta tani, 20 burra e gra, kanë ndërtuar një institucion që quhet SPAK. Dhe këtu, Marta Kosi thoshte që... Ligji është i mirë, tha, por nuk zbatohet. Këte kemi 30 vjetë që e dëgjojmë. Ligji është i mirë, nuk zbatohet, por thoshte edhe një gjë tjetër. Tani ju keni dëgjuar në deklaratë. Që ka bërë... Legjislacion. Tani pyetja e parë që ka unë... Ajo tha që SPAK... Me pak fjalë se cilit, ju lutem. Pyetja e parë që kam unë. A mundet SPAK të ketë rezultate në një shoqëri si jona? Do me thënë, ne tani, mblodhëm 20 burra dhe gra, i vendosëm aty lartë dhe thamë, rregulloni Shqipërinë. Mos vallë po i kërkojmë SPAK-u të shkretë që mrekulli që nuk mund të ndodhë në një shoqëri që... Nga pikpamje teorike, nuk mund të... Kudo që SPAK vëdorën bie erë shumë rëndë korupcion. Kjo do të thotë që nga pikpamja teorike, një strukturë, sa do e specializuar tjetë, sa do njërës të ketë, në rast se nuk mbështetet nga një sistem i cili e lufton në thelb korupcionin në përmjet një arkitekture korupcioni, jo në përmjet një morali dhe ndërgjegje demagogjie, nuk mundet që prokuroria e posaçme të ndryshoj dhe të krijoj epokë të re të luftë kundër korrupsionit. Prokuroria e posaçme, për momentin që flasim, është një ishull që tregon që mundet të rregullohet diçka në luftë kundër korrupsionit, sepse këtu problemin në Shqipëri e kemi të tërë strukturat e tjera. Duhet numërojmë pushtetin ekzekutiv, pushtetin legjislativ, të tërë elementët që formësojnë shtetin në përgjithësi, janë elementë të cilët çedojnë